është dija Allahu subhanahu wa taala. Para ta të ndëruar vëllezër, Allahu xhela xhelali kur flet për njeriu në Kur'an, por njeriu që ka harruar Allahun, sepse ai fol në ajete të ndryshme, në kontekste të ndryshme. Po kur flet për një kategori të njerëzve që kanë harruar Allahun azza wa jall, Allahu ja përshkruan fëmirinë vet. Por mi kallëzu njeriu kush ke qenë ti. Por shamë ka njerëz sipërfaqe tokës, ka njerëz në shoqëri që jetojmë na ndoshta me ta e mohon Zotin e Madhrishëm. Allahu xhela xhelalu këtyre njerëzve ja përkujton xhenezën në Kur'an. Thot ata të cilët rriten në jetën e kësaj bote dhe pastaj bën dhe mohojnë Zotin e Madhrishëm, Allahu thot përkujtoni origjinën e juve. Thot njeriu në qoftë se ti tu ka mush mendja se s'ka Zot, dhe se ti je ai që dirigjon jetën pa lejen Allahut azza wa jall, dhe ti vendos këtë botë pa lejen Allahut azza wa jall, Allahu thot kthem në origjinë dhe shifi kush je ti. Edhe fillon Allahu xhela xhelalu me poshtru këtë logjikë të mbrapsht njeriu, duke thënë Allahu azza wa jall ktheu dhe shikoj për ardhjen, tha ti e ki për ardhjen për një pikë, tha sperve të thjesht. Po mos me dashtë Allahu më të bën njerit i kështë mbeçaj. Qish është e mundshme mu rrit njeriu për një pikë ujit thjesht, edhe mu bën njeriu sipërfaqe tokës e pastaj me thon s'ka Allah? Kjo kur njeriu e ka harruar xhenezën, kur njeriu e ka harruar përjardhën e vet, kur njeriu ka harruar se po mos dashke Allahu xhela xhelalu kishmet materiali humbur sipërfaqe tokës. Dhe si shbamon njeri me pas mendje, logjikë dhe trunë kështu me radhë. Për ata Allahu subhanahu wa taala kur dialogon me njeriu në Kur'an, që është temë në veti, i klasifikon njerëz. Ai vetë ka kriju gjithve, po dëshiron me i vetëdijsu njerëz duke ja përkujtuar përjardhjen. Për shembull, sikur Zoti na rujt me kanë një pasunik i madh. E ti për te dje për shembull me kanë fukaraja më i madh në rrethin, pas një kohë ka përparu, edhe ai mu bëmë në madhë mos me njohë kërkan ma. Që i thoi njerëzit? Po thoi pas që kanë ti dje fukaroha. Allahu shka po të mi dha njerit? Kur ti mu në është me mohu Allahun azza wa jall dhe me tregu se kini e përsin këtë botë, ose dirigjohesh pa Allahun, Allahu thot nëse don me ditë kush je ti, kthev këshir origjinën tane kush je. Kthev këshir origjinën tane kush je. Për ata Allahu thanë Kur'an, khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ne realizon njeriu, do të kam kriju njeriu në formë më të mirë të mundshme. E kur ka filluar njeriu më bë arrogant dhe Allahu azza wa jall, Allahu tha thumma radadnahu asfala safilin. Apo ne e poshtërsojmë dhe e degradojmë këtë, në qoftë se ai mendon se s'ka Zot. Çish e degradon? Ja përkujtojmë origjinën.